mesataria në fe nënkupton atë kur ne I përmbahemi në mënyrë të drejtë, në mënyrë korrekte, në mënyrë të natyrshme, rrugës së drejtë, të cilën rrugë na trason Kur'ani famlar dhe mësimet profetike të pejgamberit alayhis salam, dhe ky mes neve na siguron që t'jemi të sigurt prej dy skajeve të ekstremit. Sikur e përmendëm më herët, qoftë nëse është në pyetje ekstremizmi dhe fanatizmi dhe shtrëngimi I gjërave, apo ajo toleranca ekstreme e tepruar e që pikërisht këto dy skaje kanë të bëjnë edhe me bindjet e njerëzve, edhe me veprimet e tyre e edhe me fjalët e tyre. Prandaj kërkohet çdo herë ti përmbahemi këtij mesi dhe këtij koncepti të drejtë islam në lidhje me mesatarin si një koncept I natyrshëm që përkon me originalitetin e fesë. Nocioni mesatari, këtë nocion original e gjejmë me termin el-wasitiyya. Nocioni mesataris përballet me disa nocione të tjera që përballë mesataris vinë ato nocionet e kundërta të mesataris, të cilat po ashtu I hasim në Kur'anin famlar dhe mësimet e pejgamberit alayhis salam. Nocioni përballë apo nocioni I kundërt me mesatarin në Kur'an përmendet el-ghulu, që I bie në gjuhën tonë ekstremizmi. Ghulu, dietarët e kanë përkufizuar, kanë thonë mujawazatul haddi, te I kalimi I kufirit, te I kalimi I limitit. Kur çdo gjë te I kalohet, atëherë kjo nënkupton guluvin, shtrëngimin e gjërave. Domethënë apo ekstremizmin, sikur Allahu fuqiplot për shembull në surën Nisa, në porosit, edhe në surën Maide, thot la taghlu fi dinikum. Mos I shtrëngoni gjërat në fen tuaj, mos u bëni fanatik të panevojshëm në kuptimin e fesë dhe në fetarin tuaj. Do të thot Allahu te baraka ve taala e përmend këtë nocion përballë nocionit të mesatarisë, që është nocion I natyrshëm, që natyra dhe originaliteti I fesë e kërkojnë këtë. Ndërsa ajo e natyrshmja është me I shtrëngu gjërat. Një nocion tjetër të cilën e hasim në tekstet fetare përballë mesatarisë, si nocion të kundërt, është ifrat. Edhe ifrati e ka kuptimin e ekstremizmit, në kuptimin e përkufizimit ulemaja kanë thonë tajawuzul qadri fil umur, me te I kalu masën e caktuar, masën e pranuar në gjërat të ndryshme. Do të thotë çdo gjë e ka atë masën e vet, e ka kufirin e vet, e ka limitin e vet. Në momentin kur ajo masa e caktuar te I kalohet, po e zojmë, nëse mujmë e marrë një shembull, kushtimisht po them, gjërat materiale e kanë modelin e vet, e kanë atë kallëpin e vet. Dhe në momentin kur dikush provon me dal prej modelit të një sendi të caktuar, prej shablonit të një gjëje të caktuar, atëherë kjo në kuptimin fetar, po flasim e mora shembullin sa një vetëm tjetë ilustrim I kapshëm për me perceptu, quhet shtrëngrim, shtrembrim, lajthitje, fanatizëm që te I kalohet ajo masa e caktuar. E kemi një nocion tjetër karshi nocionit të mesatarisë, si nocion I kundërt, është tefrit, që I bie një ekstrem tjetër, një skajshmëri ekstremit tjetër. Jo, nuk kemi të bëjmë tani me shtrëngimin, po kemi të bëjmë me atë tolerancën e teprume. Do të thotë se Islami ynë nuk kërkon që ne të jemi as të shtrënguar as fanatik, se ekstremizmi shumë herë prodhon efekte negative edhe prodhon një ekstremizëm të një lloji tjetër. Nëse po e zojmë një grup I njerëzve e kanë kuptu fen me shtrembrim, duke I shtrëngu gjërat, duke u bë fanatik, duke u bë rigid në kuptimet dhe konceptet e tyre, tash mënyrë të natyrshme lind një grup tjetër që shkojnë në ekstremin tjetër
nuk kanë kriter, e kanë një tolerancë të tepruar, pikërisht Islami i vërtet është ai mesi i artë mes këtyre dy skajeve, mes këtyre dy ekstremeve, prandaj nocioni i radhës që është përballë mesatarisë si nocioni i kundërt është e tefrit, që i bie ajo toleranca e tepruar, ajo toleranca e skajshme, e që vjen në kundërshtim me mesin e artë, për të cilin ne po flasim, për mesatarinë në fe, e që është që kërkohet feja prej neve, kërkon që ne ta ndjekim këtë.